Gjej rastin t'ju falenderoj për përkushtimin tuaj të përditshëm. E dim se sa e vështirë është kjo detyrë dhe sa përgjegjësi ka dhe sa rëndësi ka për vendin tonë. Fillimisht ju falenderoj për kontributin tuaj që jepni ditë pas dite, duke cënuar edhe jetën tuaj private familjare. Sezoni veror ka filluar. Ne jemi të vetëdijshëm për çfarë rëndësie ka sezoni për vendin tonë. Pikërisht për shkak të kësaj rëndësie që ka sezoni, merr një rëndësi maksimale dhe puna jonë, detyra jonë e përditshme. Prandaj kërkoj nga gjithë secili nga ju që ta bëjmë me përkushtim dhe me devotshmëri. Ne duhet garantojmë që plazhet tona të jenë të lira. Askush nuk ka të drejtën të abuzojë me to. Ajo është një pasuri që na e ka falur Zoti dhe qytetarët dhe turistët kanë gjithë të drejtën e tyre për ta shfrytzuar sipas dëshirës. Asnjë tejkalim i lejeve që ka dhënë Agjencia e Bregdetit nuk do të tolerohet. Dhe ju takon juve që të bëni inspektimet përditshme dhe të ndëshkoni shkelësit për këtë qëllim. Gjithashtu duhet të garantojmë patrullimet me të gjitha mjetet që kemi, në veçanti nga njësia detare, në çdo plazh, në çdo ambient ku frekuentojmë pushuesit. Prandaj ju kërkoj ta bëni me devotshmëri për ditë të punë. Detyrë tjetër që na del është kontrolli i mjeteve lundruese. Ne të gjithë jemi dëshmitarë të shumë ngjarjeve që kemi pasur në të shkuarën me këto. Për këtë arsye ne duhet jemi proaktiv dhe nuk do të tolerojmë asnjë lloj shkelje në këtë drejtim. Në veçanti jet skit, për pjesën e perimetrit sigurisë, por edhe kontrollin e gjithë mjeteve lundruese për respektimin e kapaciteteve konstruktive, për dokumentacionin dhe padyshim për pajisjen e tyre me element të sigurisë së pushuesve. Detyrë tjetër na del ndotja akustike. Tani ligji është i qartë, mbas orës 12 nuk ka më zhurma. Qytetarët kanë gjithë drejtën të pushojnë të qetë. Një pjesë tjetër e rëndësishme është edhe siguria rrugore. Të gjithë jemi dëshmitarë që nuk jemi aty ku duhet me sigurinë rrugore, ka shumë për të bërë, në veçanti me shkeljet që janë burim aksidenti. Shpejtësit, motora pa kaska, të cilët për fat keq pash edhe dje që ka marrë në qytet, nuk duan toleruar. Në këtë drejtim nuk duaj që qytetarët të shqetësohen me kontrollet të kota. Kontrollet janë vetëm për të garantuar sigurinë e tyre. Dhe një diçka tjetër që ju takon ta bëni përditshëm është pjesa e lehtësimit lëvizjes qytetarëve në pikat e kalimit kufitar. Kam vlerësim maksimal për drejtorin e departamentit, drejtorin e kufirit, padyshim drejtorin vendor të policisë, dhe di sa të përkushtuar janë për atë punë, por puna e tyre varet nga ju. Kështu që ju kërkoj ta bëni me përgjegjësi dhe me devotshmëri. Të gjitha këto do të binin poshtë nëse nuk i shoqërojmë me një diçka, me sjelljen etike. Askush nuk na e ka borxh që të dëgjojë një fjalë të rëndë nga ne. Ne jemi zbatues ligjit, nuk jemi aty për dhënë opinione personale. Kërkoj që ta bëni detyrën me etikë dhe me kulturë qytetare. Fakti që unë kam lindur në këtë qytet dhe e njoh mentalitetin, e di se sa e duan kulturën njerëzit e këtij qyteti dhe turistët që vinë dhe frekuentojnë këtë. Të kërkoja ta bëni detyrën me etikë dhe aty ku ndëshkoni ta bëni me sjellje etike. Faleminderit gjithëve. Faleminderit zoti drejtori përgjithshëm, nga strukturat e policisë kufitare ka pasur dhe ka një angazhim maksimal. Besoj që ky sezon turistik do të jetë një nga modelet më të mira jo vetëm për Sarandën, por për gjithë vijën bregdetare, pasi strukturat e policisë kufitare të migracionit bashkëpunim me strukturat e detyrave vendore, mjedisin policore detare ka një angazhim maksimal për të realizuar këtë objektiv madhor të policisë shtetit. Siç e shikoni edhe sot dhe nga mjetet cilat kemi në dispozicion, kemi forcuar me mjete dhe me personel shtesë si policorë detare, pikqyrën nga ajri për të gjithë vijën bregdetare nëpërmjet dronëve dhe dua t'i falenderoj strukturat e Komisariatit të Policisë Kufitare Sarandë për rastet që ata kanë dhënë për shpëtimin apo rastet e kërkim shpëtimit në det. Besoj që me angazhimin e gjithë strukturave dhe të pushtetit lokal, bashkisë apo agjencisë kombëtare të Bregdetit, ne do të jemi shembull shumë pozitiv dhe për këtë sezon turistik. Edhe një herë ju falenderoj për gjithë angazhimin dhe kontributin. Të gjithë shqetësimet tuaja ju garantoj që do janë prioritet të punës sonë. Strukturat e drejtorisë vendore të policisë Qarku të Vlorë, mëse më shumë se një muaj, kanë filluar zbatimin e një plazh në masat të veçantë për garantimin e rendit të sigurisë gjatë sezonit turistik. Por jemi në fund të këtij muaji, duke sikur jemi në pikun e sezonit turistik për shkak të fluksit të shtuar të turistëve për gjatë gjithë vijës bregdetare. Masat tona
konsistoi kryesisht në një prezencë të shtuar të forcave të policisë, jo vetëm në pjesë bregdetare, por edhe në atraksionet e tjera turistike. Duhet ju falenderoj ju personalisht për mbështetjen që na keni dhënë si drejtori me forca shtesë që na keni dërguar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe aktualisht ne kemi shpërndarë gjithë shërbimet për gjatë territorit. Një shqetësim i juaj kryesor që ka një vëmendje të shtuar nga ana jonë është dëndotja akustike. Kemi filluar me një fushat tepër intensive sensibilizuese me gjithë subjektet fizike, duke bërë të qartë detyrimet që kanë në bazë të ligjit për menaxhimin e zhurmave. Aktualisht jemi duke ushtruar kontrolle dhe monitorime me pajisjet për matjen e nivelit të zhurmave çdo ditë, jo vetëm për të respektuar orarin në orën 24:00, por edhe për të matur nivelin e zhurmës përgjatë orëve të ditës. Siguria rrugore mbetet një prioritet dhe një shqetësim kryesor i joni, përpos patrullave të shtuara përgjatë gjithë akseve kryesore rrugore, një vëmendje shtuar ka qenë dhe implementimi i pajisjeve inteligjente për matjen dhe konstatimin e shkeljeve që ndikojnë direkt tek parametrat e sigurisë rrugore. Kam kënaqësinë t'ju them që deri në këtë fillim sezoni ka filluar çdo gjë mbar, nuk ka pas ngjarje të rënda me impakt që kanë impaktuar pushuesit apo dhe qytetarët banor të këtij qarku. Kemi një dashamirësi dhe një kuptim të gjithë banorëve për masat e sigurisë dhe ju garantoj që strukturat tona do jenë të angazhuara maksimalisht për të garantuar rendin e sigurinë dhe një sezon të qetë. Faleminderit edhe një herë.